Kompanit private të Ergjys Agasit apo Ermal Beqirit të cilësuar si dy personat kyç në grupin e strukturuar kriminal të dosjes së Akshit duhet të përjashtohen nga e drejta e përfitimit të parave publike me tendera. Në një intervistë për MCN TV, antari Komisionit të Ekonomisë, deputeti demokrat Besar Xhaferri, thotë se skema e abuzimit është shumë evidente, ndaj duhet ndërmarrë masa që ata të mbajnë duart larg nga paratë e shqiptarëve. Ndërsa ekspertja e prokurimeve publike Genta Vangjeli, po ashtu thotë se pavarësisht se ende s'ka një vendim të formës së prerë, fryma e ligjit të prokurimeve publike jep të drejta autoriteteve shqiptare të marrin masa drastike ndaj këtyre kompanive. Ato nuk duhet të operojnë më, duhet të vijë në një mas sekuestro derisa të ketë një drejtësi finale. Por faktet janë kaq ulërice për skemën se si kjo është organizuar, që i bën të gjithë fajtor në këtë mes. Dhe edhe pse nuk kemi në këto kushte, është prap ligji i prokurimit publik në nenin 3 të tij, që përcakton qëllimin dhe frymën e vetë ligjit prokurimit publik, që do të thotë autoriteti kontraktor në çdo rast duhet marrë parasysh më së pari interesin publik dhe integritetin e operatorëve ekonomik. Dhe për aq kohë sa vetë struktura e SPAK-ut ka gjetur shkelje të operatorëve ekonomik në zbatimin e procedurave të prokurimit, atëherë askush të asgjë nuk e pengon autoritetin që t'i skualifikojë këto operator nga pjesëmarrja e tyre në prokurimet publike. Përjashtimi i tyre nga e drejta për të marrë pjesë në tendera nuk mjafton. Sipas Vangjelit, kompanitë e Agasit dhe Ermal Beqirit duhet të kthejnë në buxhetin e shtetit edhe dëmin ekonomik të shkaktuar te paratë e shqiptarëve për shkak të procedurave tenderuese të parregullta me fitues të paracaktuar, ndërsa deputeti Xhaferri shtron nevojën për një qasje më agresive ndaj korrupsionit pasiv. Është kodi penal ai që merret me këtë pjesë dhe sigurisht që është thelbësore që të gjithë ata operatorë ekonomik që kanë kryer shkelje me fondet publike duhet më së pari të rikthejnë, pra të rimbursojnë dëmin e shkaktuar, është absolutisht e lishme dhe në frymën e interesit publik që kjo gjë të ndodhi me do e mos. Mendoj që korrupsioni pasiv është një krim shumë herë më i madh se korrupsioni aktiv. Të dyja krime janë, mos të keq kuptojmë. Por kur një kompani detyrohet të paguajë për të marrë një punë, unë mendoj që dënimi maksimal do ta marrë patjetër ajo band që ka organizuar këtë skem. Ne në të ardhmen duhet të krijojmë një pakt kombëtar dhe pakt shoqëror, kur dhe kjo qeveri të bjeri, kur dhe një qeveri teknike të krijohet, kur dhe një qeveri ardhshme me njerëz të përgjegjshëm të vi, që korrupsioni pasiv duhet të zhduket në mënyrë që korrupsioni aktiv mos të ekzistojë. Ligjvënësi demokrat akuzon qeverinë aktuale se është grup i mirë strukturuar kriminal, ndaj sipas tij, për të luftuar korrupsionin, duhet fillimisht një qeveri teknike dhe më pas një qeveri e përgjegjshme zgjedhur nga shqiptarët dhe jo nga influencat e bandave kriminale sipas tij.